Tregohet në hadith sakt se një person kish pas kalu 500 vjet, njerëzit përpara siç e dini kanë pas jetu shumë të. Dhe 500 vjet në një ishull kishte jetu vetëm adhurim Allahu xhaleshanu, vetëm adhurim Allahu xhaleshanu, vetëm adhurim Allahu xhaleshanu, vetëm dhe e thekson vetëm, i kishte mundsuar Allahu xhaleshanu ushqimin që të jetojë domosdoshmë, mos i mungoj diçka. Vetëm edhe s'kishte edhe me dash me boj gjunof, s'kishte me çin me boj gjunofin, e kupton? Domethënë vetëm adhurim ishte izoluar në ishull, pa dëshirën e vet, me sa duket. Dhe del para Allahu xhaleshanu dhe i thot Zoti i gjithësisë, robi im thot, futu në xhennet me mirësinë time, me mëshirën time. Imagjino robi 500 vjet është lodh vetëm adhurim, as i gjunof. I thot o Allah, thot, futem në xhennet, thot, me veprën time. Oh, subhanallah. Tani, gjithë këtë dialog kaq interesant, neve jo më kot ne ka tregu profeti alayhi salatu sallam që të kuptojmë se për çfarë bëhet fjalë, edhe ku jemi neve. Pra 500 vjet ne sjetojmë dot kur 500 vjet. 500 vjet adhurim, vetëm adhurim. Dhe asnjë gjunaf, asnjë mëkat. I thot Allahu xhaleshanu, dakor të robim, thot, pa drejtësi nuk të bëj. Merreni, thot, vetëm begatinë e shikimit. Vetëm begatinë e shikimit veni në peshore dhe veni 500 vjet adhurim. Peshote më shumë mirësia e Allahu xhaleshanu se sa 500 vjet adhurim. Imagjino sa duhet falemi ne, e sa duhet të adhurojmë Allahun xhaleshanu ne, që ne të lahemi i herë vetëm me mirësitë që na ka falë Allahu xhaleshanu, që na ka prunë këtë jetë dhe na ka dhënë gjithë mirat. Pastaj të fillojmë me detyrimet që kemi karshi Allahu xhaleshanu. E kur e shef veten që nuk kishte bo as vetëm për një begati, se begatit Allahut nuk numërohen, thot Zot futem në xhenet me mëshirën tate. Allahu e mëshiron subhanallahu.